Përshëndetje miq, sot do të përgatis bukë me ullinë dhe me djathë. Pra do t'i përgatis këtë bukë të vogla të mbushura me ullinë dhe me djathë, që dalin shumë të mira, të buta pa mbukë dhe me plot shije. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë dhe përgatitet shumë lehtë. Si fillim në një anë hedhim miellin, e hapim pak në mes dhe shtojmë majën e bukës. Anash miellit shtojmë kripen dhe sheqerin. Kujdesni që maja e bukës të mos jetë direkt në kontakt me njëra tjetrën, sepse brumi nuk fryhet ashtu siç duhet. Më pas shtojmë ujin e vaj dhe vajin e ullirit. I përzim mirë dhe së fundi shtojmë ullit që i kemi prerë në copat e vogla dhe djathin që e kemi shtypur. I përzim mirë me lugë dhe më pas e kalojmë në tavolinën e punës, e ngjeshim pak me dorë me pak miell derisa të na formohet një brum i butë. E mbulojmë me një pecet kuzhine dhe e lëm të pushojë për 1 orë në ambient dhome. Mbas 1 ore, brumi është dyfishuar fort mirë. E vendosim në tavolinën e punës, e hapim paksa në këtë mënyrë dhe e palosim në të dy anë. Pastaj edhe anë tjera i bashkojmë duke i mbledhur në këtë mënyrë. E mbulojmë me një qese kuzhine dhe e lëm të pushojë 10 minuta. Mbas 10 minutash, brumin e presim në 9 pjesë. Pra, secila pjesë duhet jetë afërsisht 130 gram. Këto pjesë i rumballakosim në kulaç. Pastaj secilin kulaç e hapim në këtë mënyrë për të përgatitur këto bukë të vogla. Mbasi kemi përgatitur të gjitha këto bukë të vogla, i vendosim në një tepsi të shtruar me letër kuzhine. I presim nga sipër, ja kështu, dhe i lëm të pushojnë këtë rrallë 15 minuta. Pas 15 minutash i çojmë në furrë për të pjekur në temperaturën 220 gradë për 20 minutash. Mbas 20 minutash bukë dolen nga furra. Janë pjekur mirë, kanë marrë ngjyrë të arë, kanë dalë të buta pa mbukë nga brenda dhe krokante nga jashtë dhe me plot shije. Tani bukët me ullinë dhe me djathë i kemi gati për t'i shërbyer. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.